ka një betejë, ka një përplasje të pashmangshme dhe të pa evitueshme ndërmjet SBA-ve dhe Kinës, e cila do të bëhet për dominuar planetin dhe për treguar se kush do të jetë mbreti i xhunglës. A do të jetë Luani i lindjes apo do të jetë Luani i perëndimit. Kjo betejë do të vijojë me teknologji, do të vijojë me ekonomi, do të vijojë me flotë, do të vijojë tashmë siç po tregohet, po të vijon edhe lufta për dominimin e ajrit, për kontrollin e paqësorit dhe për kontrollin e detit Kinës Jugut. Këto do të jenë dy pikat nevralgjike, të cilat do të jenë shesh betejat apo fush betejat kryesore ndërmjet SBA-ve dhe Kinës, këtyre dy gjigantëve të cilët mbajnë surprizat të mëdha dhe nxjerrin për konsum vetëm ato të cilat tashmë kanë dalë. Gjenerata e 6 dhe teknologjia stealth, pra padukshmëria, është mesazh që jemi duke u bërë gati që të godasim në mënyrë të padukshme. Ka shumë mesazhe të tjera edhe gjeopolitike edhe ushtarake. Bashkërëndimi me dronët ushtarak që komandohen nga inteligjenca artificiale tregon që edhe lufta dhe betejë për inteligjencën artificiale do të jetë e ashpër ndërmjet dy gjigantëve kinezit dhe amerikanit.